Për nga ana emocionale, unë nuk e kam praktis Gjilan asnjëherë. Unë jam atje shumë e lidhur në baza ditore. Në përgjithësi jeni qytetar shumë të lidhur me atë vend. Më ka rënë të t'ju shoh, sa herë kam shkuar atje, kam pa që jeni emocionalisht jashtëzakonisht lidhur me çdo kafeteri që është atje dhe që e frekuentoni. Çdo kafeteri, çdo njeri që jeton atje, çdo zhvillim që bëhet, çdo aktivitet, jemi të lidhur me ekipet e futbollit. Po nga ana tjetër... Dhe si njerëz në përgjithësi. Edhe si njerëz në njërë tjetër, në vërtet. Por unë kam studiu për diplomaci, siguri, komunikim ndërkulturor, gjë që faktikisht edhe Prishtina pak a shumë nuk më jep mbase mundësitë e duhura, sepse profesioni që unë kam zgjedhur, për cilin unë kam studiuar është profesion që zakonisht i dash me lëviz prej një vendi me një vend tjetër në përbot, dhe më thonë, me po eksperienca të reja, me u sfidu vazhdimisht. Kështu që për nga ana profesionale, fatkeqësisht nuk arrin të më jap atë që do të më duhet për zhvillim, por nga ana emocionale nuk më shkëmput asnjëherë. Kështu që herë kur mendoj me kontribu, gjë që unë edhe e bëj, unë kontriboj atje në jetën kulturore artistike vazhdimisht, me moderime, me pjesëmarrje në aktivitete kulturore, por tani për tani kaq, domethënë. Po Prishtina ofron mundësi në themi në të gjitha profesionet ose dhe në profesionin tënd, sa mendon që jep mundësi, apo të paktën është krijuar themi kushtimisht një lloj iluzioni që është një vend i mundësive, krahasim me qytetet e tjera. Po sa i përket profesionit tem, sa i përket profesionit tem po flas, domethënë mundësitë kanë qenë më të shumta para 10 viteve kur unë vendosa të kthehem, ndërsa tani po shkojnë duke u zbehur ato mundësi. Edhe për faktin që kemi pas zhvillime të ndryshme gjeostrategjike, kështu që organizata që mirën me zhvillim, faktikisht po e zhvendosin kajën në për vendet tjera, sikur në vendet ku ka luftë, si në Ukrainë, Palestinë, edhe në këto vende do t'jenë ardhmëria e sektorit të zhvillimit e bashkëpunimit ndërkombëtar, për sa i përket ripërtrirjes edhe rimëkëmbjes, sepse pas luftës, që shpresojmë që do të kryen sa më parë, do të kemë periudhën e pas luftës, ku do të kenë nevojë për ndihmë, ashtu siç kemi patur edhe ne. Kjo që sektori i zhvillimit në Kosovë gjithnjë më tepër duke pësuar rënje. Por prapë se prapë, në Kosovë, në Prishtinë, po ne ende kemi organizata të ndryshme, ndërkombëtare, që ende operojnë këto në krahasim me qytetet më të vogla. Për shembull, nëse në Gjilan e kemi ta zonë organizatën për siguri dhe bashkëpunim në Europë, SBE-n, dhe i ka një staf të saktuar në Prishtinë, ka stafin shumë të madh së zyrat qendrore, ose jomi, ose organizata të shumta. Gjithsesi Prishtina mbetet prapë se prapë opsion më i mirë. Më i mirë se sa qytetet tjera. Të paktën për ato që kam studiuar, sepse për biznes, për gastronomi, për sektorin e mikpritjes, edhe qytetet e tjera po zhvillohen. Nëse flasim për Gjilanin, për shembull, ka mundësi të mira punësimi edhe në sektorin e mikpritjes, të hotelerisë apo të gastronomisë, të kuzhinës, dhe më thonë, ka mundësi në sektore tjera. Pra, sot nuk jetohet në kryeqytet për punësim, në krahasim mund themi me vitet e kaluara, ku ndonjë ka qenë mjaft problematike punësimi krahasim me sot, sepse mund të jetë edhe sot, po jo në shkallën që ka qenë dikur. Kështu që shumë shpesh kemi pa, domethënë, dyndja e punësimit ka qenë e fokusuar në Prishtinë dhe njerëz kanë lëvizur nga qytete edhe më të largëta, themi se sa. Kjo gjeneta edhe për faktin që shqiptarët kanë dëshirë gjithë me punu në punë shtetit. Kjo është një fakt i gjallë. Po ga 13 në fund. Okej, mos ma qelë gojë.